Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Në këtë video të shkurtër do ju tregoj si mund të pikturojmë një valixhe. Kjo është valixha ime e vjetër. Në fillim kam dhënë një ngjyrë bazë që kam zgjedhur këtë të verdhën. Më pas kam filluar vizatimin me laps. Pasi kam dizenjuar dhe menduar aty çfarë do vizatoj me laps, fillojmë ngjyrimin. Unë kam zgjedhur një dizenjo të pop artit sepse mendoj që për një valixhe është shumë interesante dhe besoj që të pikturosh valixhen dhe ta personalizosh diçka më shumë se e bukur dhe unike. Shpresoj që videot ju pëlqej, është me ritme të shpejta sepse kam kuptuar që videot e gjata nuk pëlqejnë shumë dhe për këtë arsye video është në ritme shumë të shpejta, por besoj që është më shumë se e kuptueshme për këto. Doja të theksoj që bojrat që kam përdorur janë bojra akriliku, sepse normalisht vaj do shumë kohë që të thahet. Dhe përveç saj doja të theksoja edhe gabimet e mia që kam bërë gjatë pikturimit të kësaj valixheje, për t'ju dhënë shpresë dhe për t'ju inkurajuar që kushdo gabon, dhe kjo është më se normale, dhe çdo gjë mund korrigjohet. Për mua është një eksperiencë më shumë se interesante të pikturoja valixhen. Theksoj që do ju sugjeroja të pikturoni gjithmonë valixhet e vogla, sepse janë ato që përgjithsisht merren me vete lart në avion, kështu që janë më pak të dëmtueshme. Pas përfundimit të njërit krah të valixhes, do të ngjyros krahun tjetër me këtë ngjyrën e verdhë sërish. Të them drejtën, kam dhënë 2-3 shtresa, pas kësaj bëra vizatime dhe pastaj filloi piktura. Për mua është një proces shumë interesant dhe besoj që për çdo që është i pasionuar me artin ose i intereson pop arti, është diçka shumë e bukur. Në përfundim të gjithë procesit, pasi bëhet dizajni dhe pikturohet valixhja, unë përdor një bojë fundore, të cilën e quajmë ne, që është si një shtresë, si një mburoje. Unë kam përdorur në version spray, po ka dhe likuide. Nëse video ju pëlqen, valixha ju duket interesante, ideja ju duket interesante, ju lutem më ndiqni në kanalin tim YouTube, Instagram dhe Facebook për video të tjera. Mirupafshim.